numra në kuvendin e Kosovës, si po shihni këtë fillimisht? Ky është një mjerim, ky është një nënçmim i thellë, i paskrupull që klasa politike ja bën qytetarëve të Kosovës. Absolutisht asnjë arsye nuk ka pas që të vim deri në këtë gjendje, deri në këtë situatë, edhe është një turp i madh. Domethënë këta njerëz tregojnë që se kanë as pikën minimale të ndërgjegjes, të moralit, të dëmshurisë, të respektit ndaj atyre taksave me të cilat paguhen. Pra është krejtësisht e pakuptueshme, si edhe filme e pa këtë që po ndodh, që ka ndodhur vjet, që po ndodh si vjet, thua jam regjisori pas ka tepruar se është e pamundshme me ndodh këtu. Por neve po na ndodhin në jetë reale. Edhe në fakt keni qenë goxha nihilist edhe para disa javëve kur kemi diskutuar me ju në raport me pritje që kishit, ju thoshit që praktikisht nuk e kap imagjinata jonë çfarë kjo klasë politike, atëherë pak edhe të drejtën edhe i vëja në pikpyetje ato që thonit, por sot nuk po shohim vetëm këtë seancë, fundja fundit vetëvendosje po e zauron, le të themi, po e përdor kartën e fundit që e ka, qëllime politike ose jo do i diskutojmë, por para kësaj pat një seancë tjetër që na doli që presidentja gjatë ditës dërgoi amandamentet e vitit 2012, korrekt 2012, që ishin për të bërë për zgjedhjen e presidentit me votë të popullit, votë direkte. Si e pat atë si kërkesë dhe si e pat faktin që vetëvendosja ishte përkrah asaj ideje, por pastaj në seancë edhe PDK dhe LDK dolën, le të themi, me gjithë kritikat e mëdha, LDK doli pro. Si e pati, çfarë synoi të arritej? Për fat këtë gjitha ato parashikime o gurzeza që i bëm së bashku para një muaji dolën, sepse parashikuam që deri në fund nuk do të dihet, që në fund do të ketë një blokadë, do të ketë një lëmsh, do të ketë një manipulim, do të ketë një gjë që koka jonë, imagjinata jonë, imagjinata jonë normale nuk mund të parashikoj, pra ne jemi njerëz normale dhe veprojmë brenda kornizave normale, ndërsa politikanët nuk janë politikisht normal. Domethënë kjo nuk është politikë normale, sepse kjo është politikë destruktive, kjo është politikë që i bën këta të padijshëm, që i bën ignorant, që i bën të pamoralshëm, domethënë nuk e di si s'ju vjen turp, vetëm turp këta sigurisht që nuk e kanë as nivelin më të vogël të turpit, sepse me ardhur deri në këtë moment kur ka ekzistuar gjithë kjo kohë, kur ka pas minimumi 3 muaj, domethënë hajde pas zgjedhjeve, prej 29 dhjetorit është ditë pra që ka ardhur, kjo ditë është ditë rezultati, janë ditë krejt është pa frima. Nuk është gjetë konsensusi, mos ta bëjmë ndoshta edhe krejtëzim, mund të ndodh një gjë e tillë zotë Muhaxhiri, po është si pyetje. Nuk po duhet ta normalizoj, po pas asaj që ka ndodhur vjet. Domethënë një vit u humb krejtësisht, Kosova humbi para, Kosova humbi imazh, Kosova humbi zhvillim, edhe në fund u bë ajo që ka pas mundësi të bëjë në fillim. Tash e njëjta gjë. Mirë, po si e pat se erdhi si prej qielli, le të themi, kjo ideja e amandamentimit, ndonse mbrëm Larta Hollaj në këtë studio në fakt e paralajmëroi një gjë të tillë dhe sot e pam në praktik. Dhe sillet e secilës partia mund t'i analizojmë. Mund t'i analizojmë veç e veç. Domethënë vetëvendosja krejtësisht e poshtër edhe krejtësisht jo transparente, sepse me asnjë indikacion nuk ka pas guximin që të dalë para qytetarëve të thonë para 1 jave, para 2 jave, para 3 jave, thonë ne nuk do ta kandidojmë zonjën Osmani. Faleminderit për kontributin e saj gjatë këtyre 5 vite, por ne nuk konsiderojmë që ajo është kandidaturë e duhur për këtë mandat. Mbanin takime, ndërsa sot u morë vesh që këtej mbanin takime me opozitën, në anën tjetër dëshironin që t'ja bënin një farë loje që ta fajsonin opozitën pra bashkë me presidentin Osmani, edhe ishte pra një lojë krejtësisht. Pra po thoni lojë mes Osmanit dhe vetëvendosjes? Po jo, ishte lojë lëvizjeve vendosje që në njërin anë bisedonte me
Lumir Abdigjikun dhe me Bedri Hamzin përkin se gjetje në një rrugë. Në anën tjetër, sot u deklarua që kanë shku të presidenti Osmani, kanë thonë kanë kandidatë, po t'i sigurojmë numrat dhe pastaj kur ditën e djeshme, kur opozita nuk voton, ne e fajsojmë opozit. Dhe më thonë një loj krejtësisht kështu kretene edhe një loj krejtësisht infantile me qytetarët e Kosovës, me shtetin e Kosovës, me postin e të parit të shtetit. Dhe më thonë kjo është e pare. Në anën tjetër, PDK-ja pa guxim që ta jap një emër. Pra, si është e mundshme që një parti nuk ka guxim që ta parashikoj, që ta prezentoj një emër. Okej, si është një faktin që PDK thoshte që na jep një neve mundësin, ta kemi prezentimin e një emri dhe ti takoj kjo drejt PDK-s. Pra, kjo është e kurzim që kishte PDK ndaj vetëvendosjes. Po, kjo është një kurzim mirë, po në momentin që nuk ta plotëson kërkesën Zoti Kurti, atëherë ti duhesh dalësh dhe të thuash, shiko, ne duam bashkëpunimi ynë është vetëm marrja e presidentit, nëse nuk e kemi presidentin, nuk bashkëpunojmë. Edhe duhet pak transparent, jo që të takohet, domethënë deri para 3-4 ditë takoheshin, nuk kemi emra. Përse takoheshte? Domethënë, ku është ideja që ti takohesh me dikon edhe nuk ke emri është kryesori. Domethënë, emri është kryesori, a është Eraldini, a është XY, kush është, pra ideja është që mirë po në anën tjetër LDK-ja po ashtu një lloj frike për me dalë para qytetarit. Domethënë nuk po kuptoj guximin e kanë zero. Guximin e kanë zero, respektin ndaj qytetarëve e kanë zero. Si është e mundshme sot qytetarët më kanë nalë mu rrugës, me siguri edhe juve ju kanë nalë, domethënë a do të bëhet, a do të bëhet, asnjë informat normale nuk është për qeverinë e Kosovës, për shtetin e Kosovës, për kuvendin e Kosovës, domethënë për partitë politike, si do të veprojnë. Në anën tjetër, tash kemi hyrë në këtë golgotën juridike të tmerrshme, shkojmë në zgjedhje, nuk shkojmë në zgjedhje, 30 ditë, 45 ditë, 60 ditë, e tash luftë edhe mes ekspertëve, mes pseudo ekspertëve juridik, njëri thotë kështu, tjetri thotë ashtu, domethënë tash një çështje interpretime është krijuar një mjegullnaj e tmerrshme edhe askush, domethënë një person qytetar i thjesht, një taksapagues, një person i cili jeta e cilit varet nga kjo, nuk e ka as më të voglën qartësi se çka po ndodh. Kjo është e pafalshme, kjo është e tushme, kjo është kriminale në një aspekt kështu normal, edhe sinqerisht mjerim nuk e di çka kemi bërë Zotit që na sjell këtë klasë politike, apo ne vetë kemi ra me një apati, me një anomi, që nuk po kemi guxim që ta kuptojmë që vota jonë është ajo që i sjell këta njerëz që i paguan. Po t'ingëlloni si konica në shkrimet e tij. E kam idhull. Po, veç kur ishte atë që i dëshpruar natyrisht, nuk po duket një proces të jetë normal, e shohim, po gjithsesi du t'japim pak kuptim, ta ruajmë një dozë të racionalitetit, qoftë edhe në këtë studio nëse është e mundur derisa analizojmë. Dhe pyetja që kam për ju është që a besoni që përpjekja për të amandamentuar, për të bërë ndryshimet kushtetuese, ishte e vërtet, apo ishte krejtësisht një lojë politike për treguar zonja Osman që ja, unë po dua që popullit më votoj, unë kam përkrahjen popullore, vetëvendosja përkrahej sepse s'donte të dilte të shihej si frikacake në këtë pikë, duke ditur po ashtu që do dështonte, sepse duheshin 2/3, jo vetëm të shumicës, po 2/3 edhe